Përshëndetje njerëz. Në këtë lexim i kemi dy letra. Cilën nga këto letrat e zgjedhni? Aty ka një mesazh të cilin unë besoj që ju e keni të nevojshëm ta dëgjoni deri në fund. Atëherë, mundeni me zgjedh letrën e parë ose letrën e dytë. Dhe tregoni në koment se sa rezonon mesazhi me juve. Para se me vazhdu me letrën edhe me leximin e juj, cilën do që ju e keni zgjedh, nishin apo dyshin, së pari e shohim një mesazh kolektiv për të gjithë. Ky mesazh vlen për të gjithë. Kjo letër thot që sa rrezikoni ju në jetën e juaj, edhe sa doni ju me rreziku që mi arrit qëllimet e juaja, ëndrat e juaja, dëshirat e juaja. Kjo letër thot që çfarë vendime, çfarë veprime, çfarë aksioni ti po merr në realizimin e qëllimeve tua. Shpesh ne mendojmë që senet veç kanë me ndodh ashtu, po ka raste ku ne duhet me bo hapin e parë që me ndodh diçka, që me ndodh një ndryshim, që me ndodh një qëllim, që mu realizu një dëshirë. Me raste është që edhe na duhet me vepru, edhe me marrë një vendim, edhe mu kon të guximshëm që me bo ata që na dojmë. Kështu që pyetja për të gjithë juve është se sa jeni ju të guximshëm që me rreziku edhe me marrë guximin me bo ata që ju doni. Lani një koment poshtë. Nëse e keni zgjedh letrën e parë ose këtë kristalin këtu, atëherë ky është leximi yt. Maja, kjo është letra jote. Letra jote thot që do të thonë shkollimi, studimi, edukimi të ndihmon që ti me u zhvillu, mi arrit qëllimet e tua, edhe engjujt janë duke të ndihmu në këtë drejtim, në këtë proces. Ndoshta ju që e keni zgjedh këtë letër, jeni student, ose nxënës, ose dikush që gjithmonë ka qef me mësu sene të reja, edhe mu eduku, edhe mu arsimu, ose rreth jush keni njerëz që do të thonë fëmijë që janë të studiu, që janë të shkollu, edhe ju doni që ata me u eduku në mënyrën ma të mirë të mundshme, gjithmonë dijeni që e keni atë suportin edhe ju, po edhe njerëzit rreth jush për me mësu sene të reja, edhe për me mësu sene të mira, edhe për mu shkollu, edhe me mësu ma shumë sene të reja, edhe unë besoj që ne si njerëz mësojmë çdo ditë diçka të re, edhe vetë jeta është shkollë, kështu që nuk ka shumë rëndësi se sa vjet je, gjithmonë ke me mësu diçka të re, edhe gjithmonë ke mu zhvillu, edhe ata që nuk mësojnë diçka të re, që nuk edukohen ose që nuk lexojnë, ajo është besoj që nuk ndikon mirë, po ata që gjithmonë e kanë një energji drejt edukimit edhe shkollimit edhe mësimit të seneve të reja, ata gjithmonë zhvillohen ma shumë e ma shumë. Një mesazh tjetër për ty është fiks çakra e fytyt, me fol, me thon ata që ti e ndjen, me shpreh ata që ti e din, me thon të vërtetën.
Edhe kjo ka shumë lidhje me edukimin edhe zhvillimin edhe arsimimin, se nëse ti din shumë, po nuk e shpreh edhe nuk e thu, ose bllokohesh, je I bllokum, nuk fol, nuk e thu ata që ti e din, kjo ndikon shumë keq. Se I bjen sikur mos me dit hiq. Po ti kur e din, edhe e thu, edhe e shpreh veten tënde, e tregon ata që ti e din, potencialin tënd, ky është zhvillimi yt. Ktu ti zhvillohesh, edhe ktu e jep ata që ki për me jep. Ata që veç ti din. Një letër tjetër interesant që juve ju ka ra është me lshu edhe me lon me shku ata që mo nuk të shërben ty. Qa do me thonë kjo? Shpesh herë në të kalumen, na kena mësu sene që kena mendu se janë qashtu. Po ti kur të mësën sene të reja dhe kur të zhvillohesh edhe kur të lexon edhe të edukohesh më shumë, ti kupton se ajo që ti e ke mësu dikur, ndoshta nuk është e vërtet, ndoshta mo nuk vlen për ty. Edhe tash ti din ma shumë. Edhe tash ti ke mësu diçka të re. Edhe ajo që ti e ke mësu, në të vërtet është të të ndihmu edhe është të të zhvillu. Kështu që ajo që u kon e kalume, që e ke mësu në të kalumen, ose që dikush tjetër ta ka mësu, ose ta ka imponu, nuk do me thonë që vlen mo. Kështu që leje me shku atë kapitull edhe vazhdo me diçka të re, me diçka që ty të ban mu rrit edhe mu zhvillu edhe me kon ajo që ti je. Ju që e keni zgjedh letrën e parë, mundeni më kon person ma emocional, ma I ndjeshëm, ndoshta prekeni ma shumë në biseda ose energjia juaj është ma e ndjeshme, po kjo nuk do me thonë që është diçka e keqe. Me pas emocione edhe me I shpreh ato, me dit se si I shpreh ato, me ndje, me pas emocione dhe me I ndje ato, me dit se qysh me kontrollu emocionin tënd, është shumë mirë. Në këtë moment ose në këtë situatë ku ne krejt njerëzit jemi, ku shumë njerëz I shtypin emocionet e veta, edhe I bllokojnë veten, edhe kur të vjen me kajt e ndal, edhe kur të vjen me shajt e nal, edhe kur të vjen me kesh e nal, edhe kur të vjen me thon ata që ti don me thon, e nal veten. Edhe nuk e ndjen atë emocion. Edhe kur ki dhimbje, e bllokon, edhe nuk e len veten me ndje emocionin tënd. Edhe nuk e len veten me thon ata që ti don me thon, edhe me shpreh veten. Se menon që nëse ti e thu, e lëndon dikon, edhe mendon që ti nuk duhet me shpreh ata që ti e ndjen, edhe kështu që veç e bllokon veten tënde. Ama kjo është një dhuratë ku ti e ndjen çdo emocion, edhe dhimbjen, edhe lumturinë, edhe gëzimin, edhe paqen, edhe gjithçka. Ti je tu mësu diçka, se qysh me ndje emocionet e tua, edhe qysh kur të vjen me fol, edhe kur të vjen me kajt, edhe me qit ata, edhe me liru emocionin, mos me lon me të grumbullu ty një emocion edhe një dhimbje edhe një dështim edhe një dashuri edhe një ndarje edhe po me liru edhe me kalu me një kapitull të ri. Unë mendoj që pak a shumë ky është mesazhi yt, që me ndje edhe mu mësu edhe mu eduku edhe mu shëru mënyrën emocionale. Se ti qysh I ndjen senet edhe kur dikush ty të thot diçka, mos me ta hup ty menjëherë kontrollin,
emocionale. Po nëse ty të vjen me fol. Edhe nëse ty të vjen me kajt. Edhe nëse të vjen me kesh. Edhe me thonë ata që ti e ndjen. Edhe me liru emocionet e tua. Mos me I majt të burgosuna. Ky është mesazhi për juve që e keni zgjedh letrën e parë. Nëse ky mesazh rezonon me ty, e leje një koment ose një numër 111. Jepeni energji pozitive në komente. Faleminderit shumë. Për juve që e keni zgjedh letrën e dytë ose këtë kristalin këtë, ky është leximi yt. Mos harroni në fund videos me komentu edhe me tregu se qysh ka rezonu ky mesazh me juve. Atëherë letra juaj thot që ky mesazh është për një personit që e keni në distancë, është shumë larg jush, ose është për një personit që familjar që nuk jeton më, që ka ndru jetë, dhe më thonë një person që ka vdek, po hala kujdeset për ju, edhe në këtë lexim vendos me ju jep një mesazh. Shumë interesant. Atëherë të shohim. Ky person, nëse rezonon ky mesazh me juve, ky person është një familjar juaj, po është të më thonë energji mashkullore, edhe ky mesazh është bashkë momentin e duhur ka me ju gjetë, kështu që vazhdojmë. Atëherë, këto janë letrat e tua. Ju që e keni zgjedhë letrën e dytë, jeni një person që thjesht jeni të pi kafe, edhe në mendjen tonë të vjen një ide, të vjen një mesazh, të vjen një fjali, të vjen një fotografi që diçka ka me ndodh, edhe ndodh ashtu. E keni një mendje shumë të fuqishme, e keni një intuit shumë zhvillume, I ndjeni senet, e dini se çka ka me ndodh, edhe ndjeni ashtu nëse dikujt I ka ndodh diçka, ju e ndjeni, edhe nëse diçka nuk është në rregull në jetën juaj, e ndjeni edhe është një aftësi shumë e mirë që ju bën juve me ditë se me pas ndoshta kujdes edhe me I analizu sanet rreth jush. Në këtë lexim, ajo që shoh është se gjatë kësaj periudhe ndoshta jeni pak më të mërzitur, ose ashtu një farë lloj energjie, pak më të lodhur, pak më të pikëllueshëm, të mendueshëm, edhe ky mesazh po ju jep një ide të re se qysh ju me vazhdu tutje, ndoshta me gjetë një zgjidhje që ju po e kërkoni, varësisht se qysh rezonon mesazhi me juve. Po ky personi që po ju dërgon juve mesazhin, vazhdimisht mendon për juve, kujdeset për juve, edhe kanjëherë kjo intuita e jote lidhet shumë me këtë person. Kjo letra jep një mesazh shumë interesant, që thot se ti duhet me fal. Nëse dikush ka gabu me ty, ti duhet me fal atë person.
Edhe nëse dikush të ka bu dëm ose të ka bu diçka keq, është koha që me fal atë person edhe me vazhdu të tutje jetën tënde. Shpesh kur dikush ka gabu edhe të ka lëndu edhe të ka shkaktu diçka të keqe, ne vazhdimisht e mendojmë ata që ka ndodhur dhe e mendojmë edhe nuk ja falim edhe ndoshta kërkojmë që me na kërku falje, po ai person nuk është në atë nivel, nuk është në atë energji që me të kërku ty falje, edhe ti gjithmonë mbet duke e sulmu veten, edhe duke mendu se çka ka ndodh, po vjen një moment që ti duhet me u rrit edhe duhet me thonë unë e pe fali atë person edhe ai nuk ka ditë ndryshe, ndoshta me më trajtu ose me vepru, kështu që ti e fal edhe e fal ata që e ka bo edhe e fal ata që ka ndodh edhe e liron veten edhe e liron ato mendimet negative. Edhe këtu thot që engjujt kanë me të ndihmu që ti me arrit paqen edhe lumturinë që ti po kërkon. Ndërsa në letrën tjetër thuhet që me pastru veten, me pastru energjinë tënde, edhe me u lut engjujve, Zotit, që me ta pastru energjinë negative që ti e mban në mendjen tënde edhe në trupin tënd. Zakonisht kur ne mendojmë për atë person që na ka shkaktu diçka të keqe, që na ka bo diçka keq, situatat që na ka ndodh diçka keq, ne e rrisim atë energji negative, atë energji të keqe, edhe masanej mërzitemi, pikëllohemi, jemi në stres, jemi në faj, pse nuk na ka kërku falje, pse ka ndodh ashtu, kush është fajtor, edhe kjo shkakton shumë energji negative në trup edhe mbet aty, grumbullohet edhe mbet aty. Unë besoj që ky mesazh, ky familjari joti thot që ti duhet me fal, edhe me fal ata që ka ndodh, edhe me pastru energjinë e vjetër. Edhe ti e din, intuitivisht, ti je tu e ndjej që është koha që ti me kalu me një nivel të ri edhe me një jetë të ri, me një nivel ndryshe, në paqe, në dashuri, jo në dhimbje, jo në energji negative. Ti e din që ti meriton ma shumë se sa me prit dikon që me të kërku ty falje. Edhe me rëndësi është që ti me fal veten, edhe me fal ata që ka ndodh. Ti duhet me vazhdu tutje, edhe me jetu në paqe, në dashuri. Mesazhi ma i mirë që po t'jep ty ky familjari yt, që gjithmonë kujdeset për ty, është që ajo që ka ndodh, edhe ajo që ka ndodhur në kalumen, nuk do më thonë që duhet me ndiku te ti, që ti mos me jetu në lumturi edhe në paqe. Edhe mos i le senet që janë të këqija, edhe njerëzit i këqij, që ti mos me kesh edhe mos më kon mirë edhe gjithmonë mu ndjen vaj. Kështu që është koha që ti me thonë ta fali për ata që m'ki bo, ama unë du me jetu i lumtur edhe me vazhdu tutje. Mjafton. Nëse ky mesazh rezonon me ty, leje një koment, unë e fali çdo person që m'ka bo keq,
edhe jam gati me jetu jetën që unë du. Ose komento numrin 444. Faleminderit shumë.